Mjetet piroteknike dhe fishek zjarret mbeten elemente të preferuara të qytetarëve për festimin e vitit të ri, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të autoriteteve që ato të mos përdoren për shkak të shkallës së lartë të rrezikut që përmbajnë, por përpos rrezikut shëndetësor përdorimi i mjeteve piroteknike në mënyrë të paautorizuar paraqet edhe vepër penale sipas kodit penal. Ligji për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike në nenin 31 parashikon gjob për ata që përdor pa autorizim mjete piroteknike. Dënimi është në vlerë prej 200 deri në 500 euro në kundërvlerë denari për atë që pa autorizim shtije me armë zjarri, përdor mjete piroteknike ose materiale të ngjashme shpërthyese apo lehtësisht të ndeshme ose në mënyrë tjetër e cënon qetësinë dhe rendin e sigurinë publike. Kush pa autorizim prodhon, mban, shet, blen ose kryen shkëmbim me armë zjarri, municion ose lëndë shpërthyese, do të dënohet me burg prej 3 deri në 10 vjet. Nëse objekti i veprës nga paragrafi 1 është sasia e madhe e armëve të zjarrit, municionit ose lëndëve shpërthyese, ose armë zjarri, municion apo lëndë shpërthyese që janë të ndaluara për qytetarët, kryesi do të dënohet me të paktën 5 vjet burg. Ndërkaq tashmë është regjistruar incidenti i parë me mjete piroteknike, një fëmijë nga Gostivari ka marrë lëndime në dorë pasi i ka shpërthyer petarda në dorë. Më 29 dhjetor 2025, në orën 13:10 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar, Qendra Urgjente Gostivar ka denoncuar se tek ata është sjell një i mitur me lëndim në dorë. Zyrtarët policor shkuan në vend dhe u konstatua se bëhet fjalë për një 8 vjeçar nga fshati Vrapçeshti i Gostivarit, i cili ka marrë lëndime pasi në dorë i ka shpërthyer një petard. Pas ndihmës së dhënë për shkak të seriozitetit të plagëve, ai është dërguar në qendrën klinike Nëna Tereza. Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar nga qytetarët që të qëndrojnë sa më larg përdorimit të mjeteve piroteknike gjatë natës së ndrimit të vitit dhe që nga fillimi i muajit ka zhvilluar vazhdimisht fushata sensibilizuese për edukim preventiv, ndërkaq edhe Ministria e Shëndetësisë ka porositur se përdorimi i mjeteve piroteknike mund të shkaktojë lëndime serioze të syve, pëllëmbëve, gjegje, si dhe dëmtime të rënda trupore.